Burri nëse i blen gruas së vet diçka që ky e do ose ajo vetë dëshiron, mirë është që t'ia qartësoj se kjo ide ka qenë e prindërve të tij. Dhe kundërta, nëse dëshiron që t'i adhuroj prindërve ndonjë dhuratë, të i lajmëron ata se kjo ka qenë ide e saj. Kjo lind dashuri dhe afrim mes tyre. Burri duhet të jetë i kujdesshëm nga bartja e fshehësive të shtëpisë së tyre dhe të familjes së tij. Shumë nga gratë dëshirojnë të i ruajnë fshehësitë e tyre, e veçanërisht nga jeta e tyre private, dhe mos t'ua tregojnë të tjerëve. Kështu që nëse burri i shpalos ato, atëherë ka mundësi që ajo të ndjen ndaj familjes së tij një lloj urrëtie. Shpalosja e fshehësive shkakton armiqësi e urrëtie, dhe dëmi është aq i madh sa nuk mundet të numërohet. Nuk duhet që të dyja palët të ndërhyjnë në punët e tjetrës. Burri duhet të jetë i kujdesshëm që të mos ndërhyjë familja në problemet e tij me gruan e vet, me qëllim që të mos bie gruaja e tij në një pozitë të keqe dhe jo të lakmuar para familjarëve. Po ashtu duhet të jetë i kujdesshëm mos ta kritikojë para prindërve apo familjarëve, për arsye se kjo e bën të turprohet. Burri duhet që ta respektojë dhe nderojë familjen e gruas së tij, në veçanti prindrit e saj, gjë që e nxit gruan të sillet me prindrit dhe familjen e tij në mënyrë reciproke.